Të nderuar bashkëqytetarë të Shkodrës, me 2 prill shënohen 35 vite nga dita kur rinia shkodrane u ngrit në mbrojtje të votës së lirë, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme dhe një kthes të rëndësishme në historinë e vendit tonë. Pasojat e asaj dite, 2 prill 1991, ishin tragjike. 4 të rinj, Arben Broci, Besnik Ceka, Bujar Bishanako dhe Nazmi Krezio, u vran nga forcat e policisë së regjimit komunist, ndërsa shumë të tjerë mbeten të plagosur. Këta dëshmorë të demokracisë mbeten sot një thirrje e gjallë për të gjithë ne, për të ngritur në mbrojtje të lirisë, të drejtave dhe votës së lirë. Me datë 2 prill, në orën 11, ju ftojmë të merrni pjesë në ceremoninë përkujtimore në nder të 4 dëshmorëve të demokracisë. Në këtë aktivitet do të na nderojë me praninë e tij kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Ju mirëpresim.